Në Berkat u bë përurimi I rrugës 3400 metra që lidh këtë fshat me qytetin si dhe rrugën për në qafë Prush. Vlera e këtij investimi ka kushtuar 308.000 euro, me bashkëparticipim edhe të vendasëve të kësaj zone, në vlerë për 32.000 euro. Kryetari I komunës Pal Lekaj u shpreh se këto rrugë janë rezultati I punës 4 vjeçare si kryetar. Berkoci prap ka arsye të bëjë kërkesa sepse ne si komunë, si qeverisje nuk do të ndalim vetëm me këtë infrastrukturë. Është ndjersa juaj, është vullneti I komunës dhe ja sot pe bëjmë përrimin e kësaj rruge. E qytetarët u shprehën të jetë falendërues komunës dhe bashkëvendasëve për asfaltimin e kësaj rruge. Falenderojmë komunën dhe kryetarin Pal Lekaj për këtë investim që ka bën fshatin tonë. Ky investim thamë që do të lehtësoj jetën e këtyre banorëve, sidomos në zonca domon që do të kalojnë gjatë kësaj rruge, janë rreth 600 zonca që vijojnë mësime në shkollën Zef Lëshmarku. Është shumë e mirë se është hek lloçi I shekujve. Edhe sot udhtojnë si peshini ju asfalt gjitha anët, ka asfaltime, ka lirshëvecin me makina, në zoncat vinë shkollë, terën, shkojnë terën, shtëpiat veta. Si shenjë falënderimi për investimet e bëra në këtë zonë të komunitet, ndau mirënjohje për kryetarin Lekaj dhe bashkëpunëtorët e tij.